Një 35 vjeçar shtetas i Turqisë është përpjekur të vrasë një tjetër shtetas turk në Shkup. Incidenti ka ndodhur pas mesnate në rrugën Mitropoli Teodosi Gologanov, afër klubit të deputetëve në qendër të kryeqytetit. Sipas prokurorisë, i dyshuari me qëllim ka tentuar ta vrasë shtetasin tjetër turk, për çka Prokuroria Themelore Publike Shkup ka lëshuar urdhër për fillimin e një procedure hetimore kundër tij. Ai akuzohet për veprën penale vrasje në tentativë. Incidenti ka paraprir një debat verbal mes dy shtetasëve turq, i cili më pas është shndërruar në përleshje fizike. Të dy kanë shkëmbyer goditje, pas të cilëve i dëmtuari ka rënë në tokë i plagosur. Megjithatë, i dyshuari nuk e ka ndaluar dhunën, por ka marrë një kapak metalik të një pusete dhe ka goditur disa herë personin tjetër në kokë. Pastaj e ka vazhduar dhunën duke e goditur me shkelma në kokë dhe trup. Ndërkohë që i dëmtuari qëndronte i shtrirë në tokë pa ndjenja, i dyshuari ka vazhduar ta godas me shkelma në kokë dhe trup. Edhe kur ka arritur policia në vendngjarje, ai ka refuzuar të ndalojë goditjet derisa është neutralizuar. I dëmtuari, shtetas turk, është shtruar në klinikën e neurokirurgjisë me lëndime të rënda trupore dhe në gjendje kritike për jetën. Për shkak të rrethanave që tregojnë rrezik për aratisje dhe faktit që i dyshuari nuk kishte të regjistruar vendqëndrim në vend, si dhe mundësinë për të ndikuar në dëshmitarët ose për të përsëritur veprën penale, prokurori kompetent i ka propozuar gjyqtarit të procedurës paraprake caktimin e masës së paraburgimit. Gjykata e pranoi kërkesën dhe i caktoi atij paraburgim prej 30 ditësh. Ky është incidenti i dytë në vend brenda 2 ditësh, ku janë përfshirë shtetas turq. Të njëjtën në mbrëmje, një 21 vjeçar shtetas turk qelloi dhe vrau një bashkëkombës të tij në një lokal në Shtip, duke përdorur armë zjarri. Pas të shtënave, ai me ndihmën e 4 personave të tjerë tentoi të aratisej, por u kap dhe u arrestua nga policia. Të dyshuarit për vrasje dhe ndihmësit e tij për aratisje u paraqitën të shtunën pas dite para gjykatësit të procedurës paraprake në gjykatën themelore në Shtip, i cili i caktoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh për të 5 personat.